tuaja. Cila është fryma, avokat, aty kemi një protestë, si është kurba, është në lidhje, është lineare, është në zbritje, në radhë të parë janë vërsulur të gjithë agentët e fshetë dhe real, patronazistë dhe spiun të dy partive që duan me çdo kusht që protestën ta manipulojnë dhe ta drejtojnë aty ku duan ata të dy saliu me Edvimin. Në fakt, nga PD-ja kam parë Flamurnokën që ka bërë ca postime që ka etiketuar, ka shigjetuar disa nga pjesëmarrësit në protestë, si të kapur, të lidhur. Si ka thënë me emra, po e di që ka folur dhe për mua. Po nuk jam as i kapur as i lidhur. Unë jam i pamvarur nga kurkush, s'varet nga njëri, unë varet vetëm nga Zoti. Por desha të thosha këtë, në herën e parë më lanë të Krisja. Shumë pak, po më lanë. Ja shqyquajtur i grup drejtimi, se që kanë atje janë ca punëtor partije të fshehur, të rinj, gjasme e kanë marrë në dorë të rinjt, e tjera dhe arritën deri aty sa shqiptarët ta quajnë protesta e flamingove, ose revolucioni flamingo, si e quajtin. Zotëri, nuk bëhet fjalë për flamingon. U a tha shqiptarëve, u a them dhe juve, por politika shqiptare dhe spionët që drejtojnë shtetin shqiptar nuk duan ta dëgjojnë. Nuk është revolucioni flamingo. Është kryengritja kundër tradhtisë që po i bëhet shtetit dhe kombit dhe truallit shqiptar nga kjo klasë politike e pështirë, e ndyrë, e degeneruar në familje, në shpirt, në politikë, në të tëra. Këta duan me çdo kusht që të realizojnë urdhrin që kanë marrë nga Netanyahu që Shqipëria të bëhet Izraeli dytë. Këta duan me çdo kusht që të realizohet plani i sionistëve, jo i izraelitëve qytetarë të thjeshtë që po digjen e përvëlohen për karriken e Netanyahu, tani dhe kjo është për të ardhur keq. Janë njerëz dhe ata, edhe që i kanë pësuar dëme të tilla dhe në të kaluarën, por drejtohet nga Rothschildi dhe nga Netanyahu, të cilët duan me çdo kusht që ta spostojnë Izraelin nga aty ku është ta sjellin në Muzejin e Shqipërisë, nga Vlora deri në Durrës. Avokat, po ka rënë kjo është zbehur si tezë, si pistë me kalimin e ditëve. Se kishim disa pista që Pikërisht kjo është detyre atyre që lejojnë e ndalojnë kë duan ata për të folur në protestë. Pikërisht ky është urdhri, që të mos flitet për Izraelin, që të mos flitet për krimin që po i bëhet Shqipërisë. Nuk bëhet fjalë për Zvërnesin, nuk bëhet fjalë për Sazanin. Jo zotëri, bëhet fjalë për krijimin e shtetit palestinez në zemër të Shqipërisë, në zemër të Evropës. Kjo është e vërteta. Në dash ta dëgjojnë shqiptarët, në dash mos ta dëgjojnë dhe të bëjnë çfarë të duan. Unë kam për detyrë t'ua them sepse e di që kjo është e vërteta. Dhe ky është urdhri që kanë marrë këta kuishtingët tanë për të manipuluar dhe për të devijuar objektin e protestës nga përmbysja e qeverisë në një revolucion flamingo. Që janë këto revolucion flamingo? Ku t'ja thon? Pse është problemi madh që të japin, që të hyjnë apo të dalin flamingo në Shqipëri, flamingot aty ke, si të vinë izraelitët dhe të vinë shqiptarët. Problemi është që shqiptarët po çat vësohen. Është një politikë e mirëfillt, një strategji e përpunuar me vite, që shqiptarët të largohen nga trojet e tyre, që shqiptarët të ikin, që shqiptarët të shesin pronat, që shqiptarët të shesin tokat edhe të mbetet vendi për ta. Këtë e kam thënë para publikut atje, aq sa më lejuan, sepse më prende dje, madje më të prende atë mikrofonin e shkëputën disa herë, nuk e di e pat apo se pat. Mendoni që është e qëllimshme, avokat? Absolutisht e qëllimshme. Është 100% si them unë, është e qëllimshme. Atëherë dhe protesta ju po thoni që është e komanduar? Absolutisht e komanduar dhe e devijuar. Po, kush është mbrapas në gjykimin tuaj? Në gjykimin tim mbrapa është shteti, Edi Rama dhe Sali Berisha. E keni vënë re Edi Ramën sa i qetë është? E keni vënë re që nuk e prish Terezin fare?
sepse ka lëshuar kolonën e 5 në protest dhe protesta po përpunohet si udhëheqjetja atyre. Njerëzit janë shumë të lehtë për t'i manipuluar, se aq nivel kanë, nuk janë të tërë me nivel të saktë dhe me largpamësi politike që të shikojnë se çfarë po ndodh. Po marrim një rast që është i pashëmbullt në Evropë. Dirama, nga kush ruhet që udhëton me makina të blinduara dhe me eskort? Çfarë ka? Nga kush trembet? Se tim këtë, se di që ka makinë